për lota, duke menduar se sa me fat kemi qenë që kemi patur një personazh të tillë pjesë të këtij formati. Sa me fat kemi qenë që kemi përjetuar emocione të forta së bashku me të, kemi zbuluar nga pak veten bashkë me të. Shiko, ishte domethënë shokuese reagimi i Mozës kundrejt atyre, se nëse elita ka përfaqësues, do të ishin përfaqësues më denjtë, për shembull ata tre që ishin atje. Por u duk shokuese, por më vjen edhe pak si inat që po e paragjykoj jashtëzakonisht Mozën në rrjet, duke thënë që ishte mos respektimi i kundrejt atyre të treve. Por mua këtu nuk më shqetëson më shumë reagimi i Mozës, sepse funde fare është me të gjithë drejtën e plot se po mbron punën e vet, duke ditur se shumë, duke ditur për shembull këtë abuzimin e madh që ndodh në rrjetet sociale, duke vjedhur punën e tjetrit dhe hiqen sikur kanë bërë vet. Ajo që mua më shqetëson shumë që gjitha i produksion, 200-300 veta sa janë, nuk ishin mundësi 3 libra poezie ose 3 libra të Mozës, ti kishin marrë në atë, ti kishin blerë, e ti u kishin dhënë atyre atje. Sado Raimonda e tha që unë kam na librat e tu në shtëpi, po këtë më dhanë. Si ka mundësi më vllai që mua më duket sikur në një farë mënyrë në një tjetër është treguar i pakujdesur gjitha i produksion, saqë mos e di se cilat janë librat ose poezitë e Mozës, po i kanë rënë për shkurt futen në Instagram, ku në Instagram ka në internet ka një pirateri të tmerrshme, qoftë ajo e shkrimtarëve, e muzikantëve, e autorëve të filmave, e këtyre regjisorëve, më the thash. Pirateria është pothuajse 1-1 me originalitetin, me originalen që për çdo lloj produkti që mund të gjesh atje. Kështu që ti e di se po merret dikujt tjetër, po ndërkohë është emri i tij, por jo përmbajtja dhe shkrimi dhe puna e tij. Këtë gjë Moza mbrojti dhe me të drejtën e plot dhe nuk keni pse ta paragjykoni apo ta shani aq shumë, sepse fundi fare ka mbrojtur punën e vet. Ajo që mua më erdhi natë ishte ndjesë, domethënë pse s'kërkoi ndjes Arbana thoshte se Moza të kërkojmë ndjes, është një gabim i Joni, bla bla bla. Pse? Po ja u la atyre aktorëve gabimin. I pat vajzat për shembull, vajzat kishin ardhur përgatitura me librat e Mozës në dorë. Një gabim i tmerrshëm, i pafalshëm për shembull i gjithë atij produksioni, i gjithë atyre vetave, po kush e di e ka pas tani analfabet në dorë për të kërkuar poezitë e Mozës, saqë mbase as ditë lexoj, ku se di nuk e kam iden. Se nuk kam shpjegim tjetër gjithë kjo gafe madhe që u bë. Nuk e di çfarë të them tjetër.